Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se është i gatshëm të takohet personalisht me presidentin rus Vladimir Putin në Stamboll të enjten, për të diskutuar mundësinë e përfundimit të luftës që vijon prej më shumë se 2 vitesh. Në një postim në platformën X, Zelensky theksoi se nuk ka kuptim të zgjaten vrasjet dhe se pret një armpushim të plotë që nga e hëna, për të krijuar terrenin e nevojshëm për bisedime diplomatike. Deklarata e Zelenskit erdhi pas një kërkese publike të presidentit amerikan Donald Trump, i cili u shpreh se Ukraina duhet të pranojë menjëherë ofertën e Putinit për bisedime të drejtpërdrejta në Turqi. Sipas Trump, një takim i tillë do të sqaronte nëse ekziston realisht mundësia për një marrëveshje paqeje. Bëjeni takimin tani, të paktën do të dim nëse një marrëveshje është e mundur apo jo, shkroi Trump në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin i ftoi zyrtarisht autoritetet ukrainase të marrin pjesë në negociata serioze për luftën, duke lënë të hapur një marrëveshje për një armpushim të ri, ndonëse nuk ju përgjigj drejtpërdrejt, thirrjes për pauzën 30 ditore të kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Kjo pauzë u mbështet nga udhëheqësit perëndimor gjatë një takimi në Kiev këtë fundjavë, në kuadër të koalicionit të vullnetshmëve. Zelensky nënvizoi se pa një ndërprerje zyrtare të luftimeve, bisedimet do të ishin të vështira për të realizuar. Presim një armpushim të plotë dhe të qëndrueshëm që nga nesër, deklaroi ai.